Dashi. Sot, energjia e brendshme do të ndriçojë dhe do të frymëzojë për të marrë vendime të rëndësishme. Në dashuri, zgjidh të jesh i hapur me partnerin, duke dhënë dhe marrë sinqeritet. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të sjellë emocion. Në punë, do të ndihesh më i fokusuar se kurrë, duke arritur të përfundosh projektet që kanë kërkuar kohë. Është koha për të vendosur prioritetet dhe për të shmangur shpërqendrimet. Financat duken në rregull, por kujdes me shpenzimet e pakontrolluara. Përpiqu të kursesh për të ardhmen. Ndjesitë e përgjithshme do të jenë pozitive, por mos harro të kujdesesh për veten. Një shëtitje e qetë në natyrë do të rigjallërojë. Ndiq intuitën tënde dhe çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Demi. Sot mund të ndjeni nevojën për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja. Një bisedë e hapur me dikë të afërt mund të ndriçojë rrugën tuaj. Në punë do të gjeni frymëzim të ri që do t'ju ndihmojë të kapërceni sfidat. Mos hezitoni të merrni pak kohë për veten tuaj dhe të rishikoni prioritetet. Financat duket se janë në ekuilibër, por mos bëni shpenzime impulsive. Një investim i vogël sot mund të sjellë përfitime të mëdha në të ardhmen. Kjo është koha e duhur për të treguar kujdes ndaj shëndetit tuaj mendor dhe fizik. Një shëtitje në natyrë ose disa minuta meditim do t'ju japin forcë dhe qetësi. Ndjeni dashurinë që ju rrethon dhe lini zemrën tuaj të udhëheq në vendimet personale. Binjakët. Sot është dita e përshtatshme për të thelluar lidhjet me njerëzit që ju bëjnë të ndiheni të plotë. Në dashuri është momenti ideal për të ndarë mendime të sinqerta me partnerin, duke krijuar një lidhje më të thellë emocionale. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet në horizont. Mbajini sytë hapur dhe zemrën të gatshme për sfida të reja. Financat duken të qëndrueshme, por kujdes në shpenzimet impulsive. Planifikimi i mirë është çelësi. Energjia juaj shpirtërore do të jetë e lartë, duke ju ndihmuar të përballoni çdo vështirësi me optimizëm. Mos harroni të bëni një pushim të shkurtër për të rigjeneruar mendjen dhe trupin. Kjo ditë do të sjellë momente frymëzuese dhe të paharrueshme. Daforia. Dita nis me një ndjenjë qetësie dhe stabiliteti. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për të shpenzuar më shumë kohë me partnerin, gjë që do t'ju sjellë afërsi dhe mirëkuptim. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndesë shkëndija të reja. Në punë, përqendrohuni te detajet, pasi kjo do të sjellë rezultate të dukshme. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Një udhëtim i shkurtër mund të sjellë frymëzim dhe freski mendore. Bëni kohë për veten, ndoshta me një aktivitet relaksues si leximi ose një shëtitje në natyrë. Energjia juaj e brendshme do të ndriçojë të gjithë ditën, duke ju mbushur me optimizëm dhe shpresë. Merrni kohë për të reflektuar mbi arritjet tuaja. Luani. Një rrezë dritë ndriçon rrugën tuaj sot, duke sjellë energji pozitive dhe motivim. Zemra juaj kërkon aventura të reja dhe sot është dita perfekte për të eksploruar diçka ndryshe. Në aspektin e dashurisë, hapni zemrën tuaj për dialog me partnerin, pasi komunikimi do të sjellë mirëkuptim më të thellë. Në punë, sfidat që hasni do t'i përballoni me kreativitet, duke fituar admirimin e kolegëve. Financat janë drejt stabilitetit, por kujdes me shpenzimet e tepruara. Sot është një ditë ideale për të bërë disa plane investimi për të ardhmen. Ndjeni të gjallërueshëm dhe plot entuziazëm, duke rrezatuar energji pozitive përreth. Mos harroni të gëzoni momentet e vogla dhe të ushqeni shpirtin tuaj me përvojat që ju sjell kjo ditë. Virgjëresha. Në qiellin e sotëm, energjia e brendshme do të ndriçojë si një yll i ndritshëm. Është koha të dëgjosh intuitën tënde dhe të ndjekësh impulsin e zemrës. Në dashuri, përpiqu të jesh i hapur e i sinqert me partnerin, duke ndarë mendimet e tua më të thella. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritur. Merr parasysh të gjitha detajet para se të marrësh vendime të rëndësishme. Financat kërkojnë pak vëmendje. Mendo me kujdes para se të bësh shpenzime të panevojshme. Sot, kujdesu për mirëqenien fizike dhe mendore. Një shëtitje në natyrë do të ndihmojë për të qetësuar mendjen dhe për të rifituar ekuilibrin e brendshëm. Lejo vetes të ndihesh mirënjohës për gjithçka që ke arritur deri tani. Dëshorja. Sot do të ndjeheni më të balancuar dhe të qetë. Në dashuri është koha e duhur për të shprehur ndjenjat e fshehura. Dëgjojeni zemrën dhe lërini emocionet të rrjedhin lirshëm. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë. Mund të hasni në disa sfida, por qëndrimi pozitiv do t'ju ndihmojë t'i kapërceni me sukses. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e tepruara. Kur është fjala për vendime të rëndësishme, dëgjoni intuitën dhe ju do të gjeni rrugën e duhur. Sot është një ditë e bukur për të reflektuar dhe medituar. Merrni pak kohë për veten dhe gjeni qetësinë në thjeshtësinë e momenteve të vogla.
Qielli do t'ju sjellë qetësi dhe frymëzim të ri. Akrepi. Sot, energjitë e universit të ftojnë të përqendrohesh në zemrën tënde. Marrëdhëniet e tua kërkojnë një vëmendje të ëmbël. Merr kohë për të dëgjuar dhe kuptuar ata që do nëse ndjen dyshime në punë, besoje intuitës tënde dhe mos hezito të kërkosh këshill nga një mik i besuar. Financat mund të kërkojnë pak kujdes, është koha për të shmangur shpenzimet e panevojshme dhe për të menduar me maturi. Kjo ditë sjell një ndjesi të thellë qetësie kur të lejoni veten të ndaloni për një moment dhe të merrni frymë thellë. Mos harro, ndonjëherë është në heshtje që gjen zgjidhje për dilemën. Në fund të ditës, përqafoni këtë ndjenjë të brendshme për të çuar përpara shpresat dhe ëndrat tuaja. Shigjetari. Sot, energjia pozitive përcillet nga çdo veprim që ndërmerrni, duke ju ndihmuar të shihni dritën edhe në situatat më të vështira. Në dashuri, krijohet një atmosferë ngrohtë dhe e sinqertë që forcon lidhjen tuaj emocionale. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të ndisë shkëndija të reja. Sa i përket punës, është koha ideale për të bërë një hap të guximshëm drejt një projekti që keni menduar prej kohësh. Mos u trembni nga sfidat, pasi besimi te vetja është çelësi i suksesit. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të ruani një qasje të kujdesshme ndaj shpenzimeve. Shijoni momentet e vogla dhe lejoni që ndjesitë pozitive t'ju mbushin zemrën me gëzim. Britsjapi. Buzëqeshja juaj është çelësi për të fituar zemrat e të tjerëve sot. Në dashuri, ndjenjat tuaja janë të sinqerta dhe të thella, prandaj jeni të hapur me partnerin. Një bisedë intime do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, qëndroni të përqendruar në objektivat afatgjat, mos u shpërqendroni nga detajet e vogla. Eficienca juaj do të vlerësohet duke hapur dyer për mundësi të reja. Financat tuaja do të kenë një përmirësim të vogël, por jeni të mençur në shpenzime. Një investim i vogël mund të jetë frydhënës në të ardhmen. Sot merrni pak kohë për reflektim personal. Meditimi do t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë e brendshme. Ndërsa dita mbyllet, shijoni momentet e vogla të lumturisë që ju rrethojnë. Ujori. Dita e sotme ndriçon me mundësi të reja që mund të shfaqen papritur. Në sektorin e dashurisë, një bisedë e thellë mund të sjellë mirëkuptim të ri mes jush dhe partnerit. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të ndesë shkëndijë speciale. Në punë, përqendrohuni në detaje, pasi një gabim i vogël mund të ketë pasoja. Financat po kërkojnë vëmendje, mendoni të rishikoni buxhetin tuaj dhe të hartoni një plan të qartë. Energjia juaj sot është e ndjeshme ndaj ndryshimeve, çlodhuni dhe gjeni kohë për reflektim. Kujdesuni për shëndetin, ndoshta një shëtitje e lehtë në natyrë do ju bëjë mirë. Lërini ndjesitë të rrjedhin në harmoni me ditën dhe përqafoni momentet e vogla të lumturisë që shfaqen. Peshqit. Sot mund të ndjeni një valë energjie pozitive që do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë që ju paraqitet. Në dashuri, kushtojini vëmendje detajeve të vogla që bëjnë diferencën. Jepuni kohë vetes dhe partnerit për bashkëbisedime të thella që të forconi lidhjen tuaj. Në punë, ndershmëria dhe përkushtimi juaj do të vlerësohen nga kolegët dhe eprorët duke ju hapur dyer të reja. Në aspektin financiar, është momenti i duhur për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë plane të qëndrueshme për të ardhmen. Kujdesuni për shëndetin emocional duke kaluar kohë me ata që ju bëjnë të ndiheni mirë. Mos harroni se qetësia është një dhuratë e çmuar, ndaj përpiquni ta ruani atë gjatë gjithë ditës.